Jeta e tyre është muzika, ajo që është trashëgimi shpirtërore e shqiptarëve e edhe e botës. Janë rrëfime të vjetra popullore të cilat i sjell grupi Saziso. Këngët e tyre kanë njohuar kudo në Evropë e deri në emisionet e BBC-s. Si sazet të vërteta me këngët autentike që kanë për identitet ison, kanë njohuar edhe në Prishtinë të shtunën mbrëma. Në periferi të kryeqytetit, ardashës e ata që smojnë këngën popullore kanë mbushur sallën ku ka interpretuar ky grup. Tana, një prej ikonave të kësaj muzike të veçantë, ka ardhur si duet, interpretuar nga Robert Tralo dhe Donika Pecellari, si vokaliste kryesore e Tralo duke mbajtur ison e saj. Të gjitha këngët janë nga përmbledhja prej albumit të tyre. Këto këngë kryesisht janë në CD-n që kemi bërë, në albumin që kemi bërë 6.700 pjesë, edhe kemi bërë promovimin deri në BBC. Edhe në BBC kemi s'më vjen fjala, kemi performuar edhe në BBC. Është kënaqësi, është ajo që tha Adriana, populli jetoi, e ktheu jetën, e bëri vargje, neve bëm këngë, i këndojme, ndaj ndoshta nga që dhe vargjet janë të popullit, ndaj dhe e themi dhe këndojme me shpirt këngën tonë. Në këngën e radhës, Tralo ka kënduar me Adriana Thanon, Sykalëshe, ndërsa solo këngën Terapin në mashkollor. Në vazhdim të programit ka qenë vallja e Osman Takës. Vallet instrumentale si kjo i kanë rënë të thella në historinë e kësaj treve. Kjo valle i dedikohet një rebeli të arrestuar, i cili kërcen dhe fiton lirinë e tij dhe më pas shndrohet në valltar të mrekullueshëm, që konsiston me testin që vetëm ata që janë më të aftit mund ta kalojnë. Bëje dru në përcëllim, e kaba me klarinet, ka njohuar më tej midis perlash të këngës Iso Polifonike të jugut të Shqipërisë nga grupi Iso Polifonik. Klarinetisti Talando Feto ka thënë se kabaja të cilën e ka luajtur solo sjell vaj. Është shprehur se e luan për herë me shpirt, duke u munduar ta sjell në mënyrë sa më origjinale. Të përmend, domethënë që tradita më e kompletuar është, si ta them, është pjesa e kabas e këngës, ledatimit duke sjell vajin, duke sjell vuajtjet shpirtërore, duke sjell gjitha ato gjëra që unë mendoj që janë pikërisht muzika e jugut. Është muzika e jugut, është muzika tipike e jugut, domethënë të Shqipërisë. Juglindja. Përmet Korç Leskovik, domethënë kjo është një muzikë vërtet tradicionale dhe është një muzikë me vlerë të mëdha kombëtare. Këngën Gjethëze e kanë sjellë si duet Donika Pecellari e Adriana Thano. Kjo e fundit ka thënë se publiku i do këto këngë. Unë personalisht këtë këngë e këndoj që e vogël. Unë mblodhëm në këtë grup, kemi që në vitin 2016, kryesisht kemi këngë bio, këngë shumë të vjetra tradicionale. Dhe kemi shkuar në shumë vende të botës me këtë koncert dhe jemi pritur shumë mirë, sepse populli i do. Këto janë këngë që ne interpretojmë të paktën me shpirt. Vëm shpirtin tonë brenda në transmetimin e këtyre këngëve dhe atë populli e ndjen. Dhe gjithashtu përgjigjet me duar trokitje dhe me dashurinë që na jep kudo që shkojmë. Ansambli Saziso ka kënduar shqip në një prej emisioneve legjendare britanike, Later with Jules Holland, në vitin 2017 e më pas në Angli ku patën promovuar albumin e tyre, I'll least have your handkerchief at me, The Joys and Sorrows of Southern Albanian Songs, të lansuar po atë vit. Grupi përbëhet nga muzikant virtuoz dhe këngëtar legjendar të mbledhur nga Joe Boyd, i njohur për punën që ka bërë me Pink Floyd, bashkë me këngët e tij, producente Edith Pula dhe Andrea Gortler, të dyja të pasionuara pas muzikës tradicionale.
Ky ansambël është krijuar në 2016 nga një iniciativë shumë modeste, me dëshirën e mirë për të promovuar muzikën tonë të mirë shqiptare. Mlodhëm bashkë me partnerët e mi, Andrea Gertler dhe Joe Boyd, u bëm bashk, mlodhëm kokër më kokër, çdo artist që ju do shikoni sonte, të cilët disa jetojnë në Greqi, janë emigrant, disa në qytete të ndryshme të Shqipërisë, Korçë, Përmet, njëri në Tiranë, po të gjithë janë virtuoz dhe koha po e tregon që pavarësisht se u bën 10 vite që ne jemi në tur, suksesi i tyre po rritet gjithmonë më shumë sepse tashmë gjithkush po e kupton rëndësinë e kësaj muzike që ju do të dëgjoni sonte. Violinisti Aurel Qirio ka interpretuar meloditën Djera nga vepra Kaba me violin. Kabaja me violin është një vepër solo, është një zhanër që ne kemi në Shqipërinë e Jugut, lohet dhe me klarinet dhe me violin. Është një nga trashëgimit tonë kulturore më të vjetra që ekziston dhe që nuk ekziston as një vend tjetër të botës. Kështu që ne ruajmë me fanatizëm edhe e përcjellim me të njëjtin kulturë, me të njëjtin nivel ashtu siç e kemi gjetur nga paraardhësit tanë dhe do mundohemi ta mbajmë në atë traditë. Si bis i kanë lënë këngët tradicionale të trevave të Kosovës, O Zambak Zambaku i bardh e Jalla mor bylbyl si shpërblim për publikun. Nga insistimi i tyre kanë kënduar edhe Tuman Kuqe. Ansamblin e muzikantëve e ka ndërtuar dhe Agron Murati me lahut e poliinstrumentisti Pollum Meta. Koncerti është organizuar nga produksionet Rave dhe Sosej.